Këtu do më thonë, kur ti je fytyrë publike, ti edhe duhet postosh, edhe nuk duhet ta ruash atë privatësinë. Tani çfarë është, ku është balanca këtu? Duhet do më thonë, edhe ti jesh interesant si person publik, duhet bësh diçka për të jesh në qendrën të vëmendjes, por edhe duhet ta ruash atë privatësinë. Okej. Këtu ku është balanca? Këtë e kam edhe unë shumë vështirë. Do më thonë, po jo, do e postoj, mendojmë 2-3 herë ta postoj, a mos e postoj. Sepse mund të shkruhet diçka, ose mund të shohin shumë njerëz që ndoshta unë nuk dua ta shpërndaj në rrjetet sociale. Balanca është shumë e vështirë rezultat mbashton këtë kur je fytyrë publike, se edhe duhet të jesh, domethënë, e ke job, se thotë e ke profesion, po prapë duhet ta ruash edhe privatësinë. Është shumë e vështirë. Shumë. Sidomos tani. Se thëmë, herët ka qenë shumë... Kanë lënduar shkrimet e medjave ndonjëherë, në fillim, e njerëzve? Po, në fillim ka patur raste, ose kam lexuar diçka, ose për shembull, para 2-3 vitesh ka ndodhur kjo, ka qenë baba im në Dibër, unë jam i prarë nga Dibra, edhe jenë afruar shok të tjerë, dhe hey, kam dëgjuar që është afruar shtatzane. Edhe ai normalisht që në momenti kur i vjen dikush e i thot ashtu, kush të ka thënë që është afruar shtatzane? Po kam lexuar në media. Pastaj normal më shkruajtim thirrën telefon afrona çfarë janë këto shkrime, se normal baba imi do të jetë personi i parë që do i tregoj që jam shtatzane, që edhe ai kanë lënduar sepse edhe ai normalisht që u lënduar në atë moment, e din se i erdhi dikush e i tha, hey, kam dëgjuar që është afrona shtatzane. Okej. Normal në shok, ka qenë shok në atë moment dhe ka ndodhur raste më shumë se është prekur ndoshta familja ime, edhe automatikisht jam lënduar unë ose por unë direkt pastaj me kohë jo. Aty kam thënë, hey, babi, që co nuk është të vërtet, ose... I kam një 2 pyetje që ti ua ke bërë misafirëve tu. Okej. Ta shumë për të bëj ty. A të ka ndodhur ndonjëherë që je përlav fizikisht me dikë? Jo. 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 Si do ta prisje? E imagjinon vetë do të... Jo. S'ka ndodhur? S'ka ndodhur, jo. Asnjëherë? Jo, asnjëherë, jo. Okej. Edhe një pyetje tjetër. Shpjegoma një burr të vërtet. Si vepron një burr i vërtet? Me vepra, jo fjalë. Me vepra, jo fjalë? Jo fjalë. Po më është kjo një burr i vërtet. Okej, do të thonë vlerëson veprat e jo fjalët. Jo, fjalët. Po pa fjalë nuk vijnë veprat. Apo unë mendoj që veprat ndonjëherë thojnë më shumë se fjalët. Për mua vlerësohet më shumë, domethënë një vepër se sa një fjalë. Dikush mund thotë të dua dhe pra bën gjeste që nuk duhen. Okej, faleminderit shumë. Dua të kalojmë tani tek 3 fotografi që janë momente dhe histori tuat, të cilat do t'i ndash me ne sonte. Njëra ka të bëjë me një shoqe tënde të ngushtë, tjetra me podcastin tënde dhe tjetra me pjesëmarrjen tënde në festivalin e Cannes. Kush është kjo shoqja? Dhe çfarë vendi ka në jetën tënde kjo shoqe? Jessica është shoqja ime më e ngushtë, me të cilën jemi rritur, kemi qenë bashkë në shkollë, dhe është një shoqe që kam shumë për zemër, sepse gjithmonë ka qëndruar afër meje, do më thonë në çdo moment të jetës time, dhe gjithashtu hala vazhdon të jetë shoqja ime më e ngushtë, dhe mendoj që këtu kemi qenë shumë të reja, 18 vjet, 19 vjeç, dhe kemi shijuar shumë rinin. Do më thonë jemi dalë, kemi pas shumë, do më thonë kemi qenë shumë, kemi përjetuar shumë bukur, më ndryshe se sot. Kur krahasohet rinia e sotit me ma herët, shumë ka dallime, Resul. Sepse këtu e kemi shijuar jetën, nuk kemi thënë, hey, duhet bëjmë biznes, jo kështu, jo ashtu, jo duhet ta bleni çantë, jo kështu, ka qenë më, e kemi shijuar, kemi dalë. Pëllëm këtë fustanin ndoshta e ka marrë shoqës time dhe ajo, domethënë, nuk kemi shumë, se kemi dhënë shumë rëndësi dukjes, ose ku do dalim, ku të ikim, vetëm të kemi qef. Edhe mendoj që është një mesazh i mirë që rinia e sotit duhet ta shijon jetën më shumë, sepse ashtu siç vjen. Ashtu siç vjen, po. Jeta. Po. E ke akoma shoqe? Po, shumë shoqe të ngushtë, shumë. Shumë për zemër e kam, shumë. Tani sigurisht në aspektin kombëtar jeni dy të ndryshme. Si komunikoni? Si është të kesh një shoqe nga një kulturë krejt tjetër? Është shumë interesant. E ka qef shumë trileqen, piten. është e Trinidad and Tobago. Edhe kemi mësuar shumë nga njëna tjetrës. Edhe
Sigurisht ka qenë edhe në Shqipëri, po, ka qenë në Shqipëri, në Kosovë akoma jo, po do e marrë një vikend në Kosovë. Ka qef shumë të vije dhe ka thënë shpesh, hey, kur të marrësh me vete, vjen koha, vish edhe ti në Kosovë. Ka qëndruar gjithmonë në momentet vështira? Gjithmonë. Asnjëherë nuk është, gjithmonë ka qëndruar afër. Çfarë e bën të veçantë këtë person për ty? Zemra, edhe kjo. Zemra e ka shumë të mirë, shumë pozitive, është gjithmonë pozitive dhe thjesht ne kur jemi bashkë, mendoj që këto gjatë 15 vite që një fëmijë, asnjëherë nuk kemi acaruar. Asnjëherë. Asnjëherë. Asnjëherë kemi patur ndoshta mirë, se të ndoshta mos keq kuptim, po mos kuptim, ama për të acaruar jo, asnjëherë. 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 Prandaj e bën të veçantë. Okej. Mesazhit për shoqen dhe shoqërinë? Shoqe të kujdesesh, sidomos kur ta kesh një shoqe shumë të mirë që të rinë afër në çdo moment, edhe ta vlerësosh. E sidomos rinin ta vlerësosh sepse rinia shumë shpejt pastaj vin jo gajle, po vjen partneri, vjen burri, gruaja, angazhime tjera, fëmia. Ta shijosh rinin. Pastaj kur vjen, normal se cila fazë e jetës është e bukur. Po kur ti je re, akoma ta shijosh më shumë sepse je re dhe je si këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit Jessicas. Foto me podcastin tënd. Këtu ka qenë podcasti. Si po shkon? Çfarë të kujton kjo foto? Podcasti i parë? Podcasti i parë Resul ka qenë këtu dhe kam pas shumë emocione. Në fakt, gjithmonë kur e shoh që është kamera dhe izëm, kam pak emocione. Këto më duket nuk mund ta largoj asnjëherë. Nuk e di si e bën ti, po mirë, ti ke shumë vite në televizor, po unë shumë kam emocione. Në fakt, jam shumë vetvetja para kamerës. Ashtu si jam para kamerës, jam edhe mbas kamerës. Kam qenë shumë me emocione, por ka ecur shumë mirë. Pse vendoset të bësh një podcast? Çfarë të shtyri? Çfarë doje? Kamera. Kamera. Kam qeft kamera dhe unë prej vogël kam kënduar, kam përsyer, kam qenë shumë artin e kam dashur shumë prej vogël. Në fakt kam dashur të bëhem aktore, po nuk dodhi. Edhe kam pas ëndër shkoj në Hollywood, ëndra të mëdha, por pastaj mora një tjetër drejtim, ekonominë. Por mendoj që duhet ta mbaj atë ëndrën që e kam patur si vajzë vogël, duhet akoma ta mbaj. Po të pëlqen? Pëlqen, po. I ka sfidat e veta edhe kjo, sikur para një javësh që nuk funksionoi mikrofoni. Çfarë të bësh? Duhet bësh një. Vogla janë këto sfida. Sfidat vogla, po më pëlqen shumë. Pëlqen. Po kështu po ndihesh e realizuar që po arrish të sjellësh mysafir të rëndësishëm, diskutosh për tema me interes. Shumë, se unë për shembull kur t'kisha ty në emision, kur erdhe ti, isha shumë emocionuar, se thash, wow, Resuli vjen të une në podcast, është do me thonë që duhet përgatitem, është një person para meje që ka shumë më shumë përvojë se une, dhe normal që une jam lindur dhe jam rritur në Zvicër, do me thonë kam folur gjermanisht gjithë jetën. Pastaj me ku para 10 vitesh kam nisur të flas më shumë shqip. Kam folur edhe kur kam qenë më e vogël, por në prind gjithmonë në shtëpi kemi folur gjithmonë shqip. Po dallon pak dialekti. Dallon familje, dallon media. Na shtëpi për shembull flasim dibrançe. Po, me mamin si në Shqipëri, domethënë gjuhë letrare, ndërsa më herë kam folur si në Kosovë, dhe i kam përzi ato dialekte. Dhe gjithmonë njerëzit nuk e kanë ditur nga cili vend është, nga Shqipëria, apo nga Kosova, apo Maqedonia. Edhe kam sfiduar veten, sepse kam thënë, hey, do ta bëj në gjuhën shqip. Se kam mundur të them, hey, ta bëj në gjermanisht dhe jam fajn. Po e thash dua shqip. Vazhdon me podcastin? Ke plane, projekte, çka don? Kam Resul, kam shumë plane, po. Kam, edhe duhet vazhdoj akoma me podcastin, do të kem gjithmonë, po kam edhe disa plane tjera në të ardhmen. Çfarë do të arrish me podcast? Çfarë misioni i ke vënë vetës? Mesazhet mira, t'japin mesazhet mira, po, se ka nevojë njerëzit ndonjëherë të marrin mesazhet mira nga sidomos fytyra